mund të mos ta prek edhe ndryshimin e jetës, sigurisht, kur edhe e nisi krijoj familjen me mua, kur unë erdha edhe në jetën tënde, në jetën tuaj, janë kurioz njerëzit për të ditur pak më shumë si është gjithashtu të kesh një nuse me cilën shkon mirë, edhe njerëzit janë shumë kurioz në fakt edhe për marrëdhënien tonë, që për hir të vërtetës nuk është se ka qenë fush me lule që në fillimet e saj, mendoj që çdo marrëdhënie do kohën e saj që të piqet, po jam kurioze të di nëse mund ta shpjegosh nga këndvështrimi jot pak më shumë. Atëherë, të them të drejtën, nuk e kisha menduar kur që lidhja e djalit të shoqëroj me gzim dhe me dhimbje. Dhe ishin të dyja. Pse? Kur mësohesh të kesh një lidhje organike me fëmin tënd, është fëmia jot. Dhe aq më tepër që ishte edhe djali i madh, dhe ne kemi një lidhje gjithmonë të veçantë me Enis. Ne kemi patur gjithë jetën dhe vazhdojmë ta kemi. Dhe pa pritur pa kujtuar, ti nga këtë rol që kishe në jetën e fëmisë tak, detyrimisht duhet dalësh në një rol të dytë, sepse është dikush tjetër që hyn. Dhe është një dhimbje realisht, domethënë njerëzit mund të flasin çfarë të duan, pa atë çfarë unë kam përjetuar, një dhimbje se si ta them unë, jo se humbe djalin. Jo se humbe djalin, po të humbi ai vendi i rëndësishëm që kishe në zemrën dhe si thua duhet bësh atë si punëzie e pozicionit. Dhe është një pasazh kalimi i detyruar. Ai që thotë s'është e vërtet, unë nuk e besoj. Domethënë, dhe ajo shkonte paralel me kënaqësinë që djali im ishte i lumtur. Më kupton, është shumë e çuditshme ta thuash, po ishte paralel. Domethënë, doja sa më shumë lumturinë e djalit, në të njëjtën kohë që qaja ato humbjen e pozicionit tim në lidhje me fëmin tim. Dhe vendosa që të kem një lloj distance për dy arsye. E para, që t'i lija çiftit, domethënë, të njihej më mirë pas një lloj interference, edhe e dyta, të ruaja veten time. Domethënë ishin të dyja. Shumë interesant. Të ruaja veten time nga dhimbja. Që t'i jepja kohë vetes time, të mësohesha me situatën e re që ishte krijuar. Dhe gradualisht mora kohën të shërohem nga kjo gjë dhe të lumturohem çdo ditë, se unë lumturohesha kur ju shifja juve. Nuk ishte ajo. Ishte thjesht që kisha punën që duhet bëja me veten time në këtë pikë. Dhe kjo do kohën. Sa kohë të mori ty? Dhe sa kohë mendon që merr kjo? Për një nën që përballet me këtë situatë. Unë mendoj që i merr disa muaj. Okej. Jo, i merr disa muaj. Muaj apo vite? Vite është shumë. Okej. Domethënë, ka njerëz që tërë jetën e tyre nuk arrin ta dhe prandaj dhe ndodhin gjërat, sepse mendojnë gjithmonë që është fëmia i tyre dhe s'duan ta lejojnë të rritet dhe të ketë jetën e vet. Domethënë, duan të jenë pjesë integrante dhe si thua në qendër të vëmendjes edhe në familjen e re që krijohet, sepse ato duhet vendosin për çdo gjë. Domethënë, i ke gratë të tilla, është e vërtetë. Por kjo nuk do të thotë që gratë të cilat janë të mbushura mos të përjetojnë, sepse është një ndryshim i jashtëzakonshëm. Nga beba jote ke burrin që ti ke rritur, ke dhënë gjithçka dhe ja dorëzon dikujt tjetër dhe është ai personi tjetër njeriu më i rëndësishëm në jetën e tij. Domethënë, duhet kaluar kjo gjë. Paktën unë e kam përjetuar kështu. Mbasi të tjerët mund mos përjetojnë një gjë të tillë. Unë e kam përjetuar realisht këtë gjë. Ja më desh kohë të shërohem. Dhe po, e ndihmoi shërimin tim, mbi të gjitha e ndihmuan dy gjëra. Lumturia që shija te djali im dhe vlerësimi dhe dashuria që fillova të kisha për ty, sepse ndjeja një lidhje organike. Domethënë ne kishim aq shumë gjëra të përbashkëta. Shumë, është e vërtet. Dikën se ndoshta njerëzit mos ta që bëri se ne jemi të dyja gratë forta. Dhe unë fillova të kuptoja këndvështrimin tënd
edhe në momentet që ti për shembull nuk ishe të kuptoje dhimbjen time, sepse ti ishe tepër e re dhe nuk ishe në situatën Dhe time. kisha kaluar një jetë tjetër. Një jetë tjetër dhe nuk mund ta kuptoj. Jo, ashtu siç unë nuk e kam kuptuar kur isha nuse e re. Dhe këtë nxora mësim. Do të thonë kjo më duhej për të nxjerrë mësimin. Sepse duhet përballë edhe aty ku njojta, kuptova problemin që kishte vjera ime me mua. Që se kisha kuptuar deri në atë moment, se më dukej që si është e mundur ti jesh xheloz për djalin. Duke budalliku më i madh. Pastaj vazhdoi gjithë jetën, po pak rëndësi ka. Aty kuptova dhe e kisha falur me kohë, por tani tash si se kam kuptuar që përpiqesha të sillesha në disa momente ndryshe. Më kupton? Megjithatë, unë mendoj që edhe pasja e një jete tënden, hapësirat e tua, rutina jote, ka ndihmuar. Mendoj që ato gra që jetojnë shumë afër edhe me familjen e djalit dhe janë vazhdimisht në jetën e tyre, është pak më ndryshe, apo jo, edhe konteksti është më i veçantë. Dhe kjo pastaj ka sigurisht mirat dhe të këqijat e veta, por gjithashtu kjo jetë e jotja që ti ke shkuar ku ke dashur, ke bërë gjërat e tua, me një qasje shumë rinore, me një qasje për ta shijuar jetën, që është e jashtëzakonshme në fakt. Unë e vlerësoj shumë këtë tek ti dhe mendoj që jep një shembull shumë të mirë për të gjitha ato gra që ndoshta këtë periudhë të jetës mund ta shohin po plakem, por jo, ka dhe një mënyrë tjetër për ta parë që wow, tani po e shijoj vërtet këtë, edhe kjo është e pazakont. Ke pasur një qasje tjetër pastaj edhe për sa i përket të qenit gjyshe, ti i jep shumë dashuri fëmijëve dhe ja aty, por nuk je gjatë gjithë kohës aty. Në ndryshim me gra të tjera shqiptare. Ma trego pak këtë zgjedhje dhe qasje. Atëherë, të them të drejtën, kur ti ndryshon mënyrën se si ti e shef jetën, kupton edhe raportet që duhet krijosh me njerëzit. Sepse mëson të duash veten, gjë që nuk e kam ditur dhe nuk e kam dashur. Realisht, në gjithë ato vite unë se kam dashur veten time. Dhe mësova ta dua veten, kur mëson të duash veten, di të vësh raportet e shëndetshme. Dhe dashuria për veten hyn edhe te marrëdhënia që ke me fëmin tënd, te marrëdhënia që ke me nipër dhe mbesat e tua që ta zbukurojnë jetën, ta bëjnë të mrekullueshme. Por ti di një gjë, që këto vite janë vitet e tua dhe këta fëmijë që po rriten të zbukurojnë dhe të cilën një dashuri të jashtëzakonshme dhe të japin një plotësim në faktin që të duket sikur ke kryer misionin tënd në jetë kur i shef ata fëmijë. Po përveç kësaj, ti e di që nuk është detyra jote, ti rrisësh ti këta fëmijë. Është detyra e prindërve. Ti e gjyshja që do jesh aty për t'i dhënë dashurinë, për t'i mësuar kur duhet mësuar, do me thënë me eksperiencën tënde, por nuk është problemi jot dhe detyra jote. Detyra jote është të vazhdosh të shijosh jetën, ti jesh një grua e lumtur, sepse lumturia jote sjell dhe lumturinë e fëmijët dhe ti jesh prezente në jetën e tyre dhe po të kenë nevojë për ty, ti jesh gjithmonë aty. Kur nevoja nuk shfaqet, nuk ka asnjë lloj arsye që ti duhet të vetë sakrifikohesh. Po, duke lënë më njanë këtë gjë, unë mendoj se të gjitha gra, pa përjashtim, e kanë drejtën e zgjedhjes. Thjesht, ato vendosin që jeta sil unë përpara, jeta e tyre ka marrë fund, dhe tani janë në shërbim. Janë akoma në mentalitetin e lumkës së vjetër. Nuk kanë arritur të bëjnë këtë kthes.